Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, shpresoj që këto ditë po kaloni mirë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Ju dëshirojmë të gjithë vazhdim të lehtë. Sot me lejen e Zotit Madhreshëm do të flasim për një temë e cila ka të bëjë me dhënien e zakatit. Dhënia e zakatit është njëra prej shtyllave të fesë islame, pas dëshmisë në Zotin e Madhreshëm dhe pas obligueshmërisë e namazit vjen edhe zakati, kuptohet edhe agjerimi dhe haxhi që janë shtylla rrënjësore të fesë islame. Mesën e tyre është edhe dhënia e zakatit. Zakati është njëra prej shtyllave të fesë islame për cilën Zoti i Madhreshëm na ka porositur që neve të kemi kujdes dhe të jemi të vëmendshëm në kryerjen e tij apo të saj. Allah i Madhreshëm na ka porosit në ajetin kuranor, ku thot merr prej tyre zakatin në mënyrë që ti pastrosh dhe ti pasurosh ata. Pra dhënia e zakatit është pastrim për shpirtin ton, për egon ton, mirë po njëkohësisht edhe neve pasurohemi me dhënien e zakatit dhe asnjëherë dhe në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk varfrohemi. Dikush mendon se me dhënë zakatin na mund të varfrohemi, mirë po me dhënien e zakatit padyshim që Zoti i Madhreshëm na shton pasurisë. Përmes dhënies së zakatit padyshim që krijohet një barazi shoqërore, i pasuri i kujton të varfurit dhe nuk i harron asnjëherë, po njëkohësisht edhe të varfrit nuk ndihen të harruar nga të pasurit, dhe kjo forcon vllazërinë në mes të muslimanëve. Përveç zakatit, i cili duhet të bëhet praktik që të jepet në muajin e bekuar të Ramazanit, 2.5% nga pasuria që Zoti i Madhreshëm ua ka dhënë, është në këtë muaj të bekuar është edhe dhënia e sadakatul fitrit, një sadak e rëndont ose një vitër që jepet në fundin e muajit të Ramazanit. Ne dim që kur agjerojmë ne bëjmë me sinqeritet, me durim, me përkushtim ndaj Zotit Madhreshëm, mirë po asnjëri prej nesh nuk jemi imun ndaj gabimeve, ndaj lëshimeve që mund të bëjmë eventualisht gjatë muajit të Ramazanit. Dhe për këtë arsye Zoti i Madhreshëm e ka lënë sadakatul fitrin që duhet të jepet në fund të muajit të Ramazanit në mënyrë që të na pastrojnë nga këto lëshime eventuale që mund të bëjmë kur neve jemi agjerueshëm. Kujt mund të japim sadakatul fitrin? Janë 8 kategori që Zoti i Madhreshëm i ka cek ose i ka precizuar që duhet dhënë sadakatul fitri, mirë po ne do t'i përmendëm vetëm 2 prej tyre. E para është që ne përmes sadakatul fitrit t'u japim të varfërve që në mënyrë që edhe ata të ndjejnë gëzimin në ditën e Bajramit. Po njëkohësisht duhet bërë praktik, ashtu siç ka qenë edhe në të kaluarën, edhe sot që sadakatul fitri të jepet në institucionin e Bashkisë Islame. Dikush mund të thotë pse duhet dhënë në institucionin e Bashkisë Islame, kemi arsye të shumta, mirë po ndërto janë që Bashkësia Islame e grumbullon dhe e shpërndan fitrat në mënyrë të organizuar. Bashkësia Islame siguron që ato ndihmat të juaja të shkojnë në vendin e duhur. Mandej me këto para që neve i dhajmë në institucionin e Bashkisë Islame, ndihmohen jetim, ndihmohen familje të varfra, nxënës të medreses, të fakultetit, si dhe mund të shfrytëzohen për projekte të shumta fetare. Po ashtu dhe kjo forcon unitetin e xhamatit dhe institucionit të Bashkisë Islame. Vitra duhet të jepet para namazit të Bajramit, dhe kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar që fitra duhet të jepet para se të falet namazi i Bajramit. Dhe nëse kjo lihet dhe jepet mas namazit të Bajramit, kjo mund të konsiderohet sadaka e rëndom, mirë po jo edhe fitër. Kështu që kjo na mëson që Islami na mëson disiplinë, na mëson rregull, na mëson përgjegjësi dhe kujdes për të tjerët. Kur neve ndjekim shembullin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, padyshim që jemi në rrugën e drejtë dhe veprat tona janë të pranuara. Pejgamberi alayhis salam ka porositur që të jepet para se më fal Bajrami, në mënyrë që dita e Bajramit duhet të jetë ditë gëzimi, duhet të jetë ditë falënderimi dhe ditë bashkimi,
Islami nuk dëshiron që kjo ditë të jetë gëzim vetëm për disa, ndërsa për disa të tjerë mos të jetë gëzim. Festa e Fitr Bajramit duhet të jetë gëzim për të gjithë, për gjitha kategoritë, e sidomos për ata që janë në nevojë dhe nuk i kanë kushtet e mira. Për fund, të nderuar vëllezër, neve atë çka e dhojmë si shej falënderimi ndaj Zotit Madhreshëm. Për atë jo rastësisht i dërguari i Zotit ka thënë se çështja e muslimanit është krejt në hajër dhe dobinë e tij. Kur Zoti Madhreshëm i jep të mira në këtë botë, e falenderon Zotin dhe ju ndihmon të tjerëve. Po nëse ndonjëherë Zoti Madhreshëm e sprovon me sprova të ndryshme, edhe në këtë rast bën sabër dhe durim, edhe në këtë rast Allahu i Madhreshëm e shpërblen. Prandaj neve dhojmë të nderuar vëllezër, ju ndihmojmë të tjerëve për shkak se e dim që krejt atë çka neve e posedojmë nuk është krejtësisht rezultat i punës dhe angazhimit ton, por është që Zoti Madhreshëm na e ka dhënë në dispozicion edhe pasurinë, edhe shëndetin dhe çdo gjë, prandaj për çdo gjë duhet të jemi falënderues ndaj Zotit Madhreshëm. Dhe për këtë arsye, Zoti Madhreshëm ka thonë, nëse ju falenderoni Allahun, Allahu o ashton të mirat. E lutem Zotin e Madhreshëm që t'ju mundsoj që nga pasuria juaj ta nxjerrni zakatin, Zoti ja mundsof që me fitrat e juaja ta pastroni agjërimin e juaj dhe të jenë ndihmës për të varfrit, dhe Zoti Madhreshëm u apranov çdo punë dhe vepër të mirë që e bënin këtë muaj të Ramazanit, po dhe jashtë. Allah ju nderoj të gjithë dhe ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe vepra të pranuara. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Assalamu alaikum.